Atëherë dashur, rikthyem studio ku sot do bisedojmë për art, për inspirim, për një ekspozitë që na u mbajt nga nxënës, domethënë na prezantuan, na shfaqën piktura të ndryshme, bëhet fjalë për ekspozitën Ngjyrat e ëndrave nga Lulu Art Studio. Dhe për biseduar më tepër mbi këtë event, kam sot përmes platformave tona online në lidhje direkte drejtuesen e këtij studio, po edhe po ashtu artisten e mirënjohur Lulzim Osmanin. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Përshëndetje Artemisa, është kënaqësi që të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit për mbështetjen dhe ftesën. Atëherë Lulzime na u hap dhe na u mbajt ekspozita Ngjyrat e ëndrave që për të mos gabuar me datë 8 qershor në ora 18 në Kërçov. Dua bisedojmë pak se, domethënë, çfarë na u prezantua në këtë ekspozitë, sa punime, nga sa nxënës dhe pse pikërisht le të themi erdhi në këtë kohë. Atëherë Artemisa, unë në Kërçov kam studion time, Lulu Art, që rreth dikun ke 8 vite që funksionoj me këtë studio me fëmijë të ndryshëm. Zakonisht në këtë studio punohet rreth 1 viti dhe në bazë të programit që kam, unë fëmijëve u bëj 2 ekspozita brenda vitit. Një ekspozitë që është për vit të ri, domethënë për përfundimin e atij sezoni, dhe tash është ekspozita e dytë që unë e përmbyll me një ekspozitë të nxënësve, ku aty përfshihen nga një pikturë nga secili nxënës. Qëllimi është që ato të ndjehen mirë, jo që vetëm kanë mbaruar një kurs të artit, mirë po të shohin dhe të vërehet se vërtet këto nxënës kanë punuar, ja vlen që të ekspozohen dhe të ketë një kontinuitet të vazhdueshëm. Se si është një ekspozitë, pse duhet të dalin njerëzit, si duhet të shohet dhe si duhet të vlerësohet. Në këtë ekspozitë kanë marrë pjesë 43 nxënës, që e ndjekin kursin gjatë gjithë vitit, dhe punimet kanë qenë varësisht nga kategoritë e nxënësve, se cilët vit ose cilës nivel i takojnë këto fëmijë. Kuptohet që janë të ndryshme, varësisht dikush më të lehta që janë fillim kursant, kurse dikush i ka dhe më të rënda punimet. Kjo vëret nga sa talent kanë dhe sa përkushtimi i kanë kushtuar gjatë gjithë këtij viti rreth vizatimi, duke filluar nga vizatimi, nga piktura dhe kështu me radhë. Ngjyrat e ëndrave na quhet ekspozita. Pse pikërisht ky titull? Kishte një tematikë të caktuar, e kuptoj që normalisht janë të ndara në kategori, apo le të themi varësisht nga niveli i nxënësve edhe sa kohë kanë ata që janë pjesë e kursit Lulu Art Studio, po në përgjithësi flasim pak mbi tematikën edhe pikturat që shfaqen, ndoshta motivimin e tyre, çfarë pan të gjithë ata të pranishmit në pikturat e këtyre nxënësve dhe pse pikërisht ky titull, domethënë Ngjyrat e ëndrave. Artemisa, unë gjithmonë shkoj në diçka konkrete që na mungon për shembull këtu në këtë vend. Pse ngjyrat e ëndrave? Ngjyrat e ëndrave janë ato pikërisht ai motivi kryesor që nuk duhet të zhgënjehemi asnjëherë dhe gjithmonë duhet të ndjekim ëndrat. Varësisht se çfarë ëndrash ne ëndrojmë me sy hapur apo mbyllur. Gjithmonë bota duhet të jetë me ngjyra, duke përfshirë të gjithë tematikat apo aktualitetin që e kemi në këtë vend. Unë mundohem që këtyre nxënësve gjithmonë ta kenë botën me ngjyra. Duke filluar edhe nga ëndra më e vogël, gjithmonë të jetë me ngjyra dhe e larmishme. Prandaj unë dua që të sjell përkushtim ëndër që duhet të fillojmë dhe mos mbarojmë kurrë, sepse shpesh herë, duke filluar nga vetja ime, nganjëherë ëndrat shterren. Mirë po, unë dua që të jetë motivi kryesor, se një ëndër e vogël me shumë ngjyra, duke punuar vazhdimisht, këto ëndrat një ditë do të bëhen realitet. Domethënë para shumë nxënësit prezantuan ndoshta ato se çfarë ndërrojnë ata, apo ëndrat e tyre, apo diçka që duan të kenë në të ardhmen, apo ishte diçka më shumë abstrakte, siç është edhe vetë ndoshta bota e ëndrave. Jo, në këto nxënës unë mundohem që të jem më shumë konkrete, jo abstrakte, që të fillojnë që të dinë se si pikturohet, si duhet të jetë një shembull i mirë dhe pastaj me vite ngadalë duke kaluar në ndoshta në një abstraksion. Siç e shihni edhe në prapavite pikturat e mia, edhe unë ashtu e kam filluar duke studiuar
realitetin, realizmin, pastaj duke ëndruar dhe duke vazhduar fantazinë dhe imagjinatën në botën, ashtu si e shikon çdo individ apo çdo artist. Ashtu. Thatë, nëse nuk gaboj 43 nxënës, apo jo? Do të thonë një numër goxha i madh për një ekspozitë, sidomos kur kemi të bëjmë me nxënës të moshave të ndryshme, besoj as pak punë lehtë, përafërsisht për sa kohë janë përgatitur këta nxënës për këtë ekspozitë dhe si pikërisht përzgjodhen ndoshta pikturat që prezantuat në ngjyra të ëndrave. Rreth kësaj ekspozite Artemisa, unë bashkë me fëmijët jemi marrur diku ke 2 muaj e gjysmë, duke filluar nga dalë, duke vendosur, duke bashkëpunuar dhe duke shtjelluar pikturën në vazhdim. Këto nxënës punojnë gati 1 vit, nga shtatori dhe është ashkundi ishte i përmbylljes së kursit, mirë po gjithmonë në përfundim të kursit bëjmë diçka më të veçantë, që të çmihet dhe të vrehet puna dhe talenti i tyre gjatë gjithë periudhës vjetore. Do me thonë, këtu nuk është vetëm një pikturë, mirë po është puna e vazhdueshme gjatë tërë vitit këto nxënës që kanë ndjekur dhe janë munduar të japin më të mirën e tyre. Piktura që na u përzgjodhen ishin ndoshta preferencë të tyre apo edhe preferencë jotja, apo normale dhe me këshillimin tënd, besoj? Unë këtë vit jam bërë pak më e butë, të them të drejtë, dhe ja kam dhënë një liri që të zgjedhin, do me thënë shembuj që unë i kam menduar që ata janë në atë nivel, në atë pozitë, dhe u kam dhënë disa shembuj që ato mund të përzgjedhin diçka edhe vetë. Do me thënë, jo komplet të lirë se çfarë dëshirojnë ata, mirë po në kornizat e asaj të përmbledhjes se çfarë unë kam përmbledhur dhe çfarë kam pasë është më e mira atyre. Mirë po prapë, dora që e ka zgjedhur çdo artist i vogël, pikturën që e kam pikturuar është përzgjedhur nga dora atyre. Luzime, e di që besoj edhe në ekspozitë, po edhe në kurs në përgjithësi kemi të bëjmë me mosha të ndryshme apo jo të nxënësve. Duat na informosh pak më tepër mbi edhe moshat që morën pjesë në ekspozitë, po edhe në përgjithësi se si funksionon në kurs, domethënë gjatë tërë vitit se cilat mosha studiojnë apo si janë të ndara në çfarë klasa, çfarë kanë, çfarë shohin dhe çfarë mësojnë. Në çfarë grupe, domethënë, na bëhen këto ndarje. Atëherë Artemisa, unë fëmijët i marrë që nga mosha 4 vjetë, dhe domethënë në vazhdim nuk ka moshë të caktuar se deri ku mund ato të vazhdojnë. Domethënë mosha është e hapur për të gjithë. Mirë po në këtë studio, për këtë vit, kanë qenë nga mosha 5 vjetë deri në moshën 18 vjetë. Grupacionet i ndajnë bazë të moshave dhe punojnë bazë të talentit, në bazë të përkushtimit të tyre në mënyrë individuale. Edhe pse grupi është në grup, të me thonë punohet në grup, diku nga 15 nxënës, mi po prapë çdo kush punon në mënyrë individuale. Varësisht nga talenti dhe normal mund të them edhe nga përkushtimi apo interesi që e vazhdon brenda vitit. Kemi ndoshta le themi piktor që vetë se kanë nisur hapat e parë të tyre, apo piktor që e shohim një të ardhme premtuese për ta. Ose që të paktën me sugjerimin tënd do doje t'i shije ndoshta në rrugtimin për t'u bërë piktor apo artist profesionist. Shiko Artemisa, unë mendoj që në këtë studio vinë nxënës ndoshta vetëm edhe nga shoqëria që bazohet shkon dikush apo hajde pse mos shkoj unë. Mirë po kam rastisur të kem fatin që edhe nga pala shqiptare, edhe nga pala maqedone, çdo nxënës që ka hyrë në këtë studio, ato kanë dalur dhe janë artistë të mirëfillt. Do me thënë, e bëjnë, pikturojnë me aq pasion, vinë me aq dëshirë. Kemi një atmosferë shumë të këndshme, sa që çdo shtunje një javë që mbahet 2 orë, ato vinë me kënaqësi. Edhe unë jam tepër i lumtur që këta fëmijë kanë të paktën një derë ku të drejtohen, sepse duke u kthyer mbas në kohën time, kur unë s'kam pasur ku të drejtohem, apo nga kush të marr hapat e para, sot këta fëmijë kërçovar kanë një derë që ku mund ta shohin veten, të eksplorojnë, të mësojnë dhe të jenë artist nesër. Unë jam shumë e lumtur të cek se nga kjo studio kam dalë
në nxënës, që vazhdojnë pa marrë parasysh dikush arkitektur, dikush dizajn interier, mirë po janë ende në shpirt artist të vërtet. A do doja të pyesja në rast se dikush po përgatitet ndoshta jo enkas për pikturën, po për drejtime të tjera që në përgjithësi do ju duhet le të themi vizatimi apo piktura si një aftësi për ta pasur, po ndoshta thjesht dikush edhe mbi moshën 18 vjeçare, dikush një i rritur që thjesht dëshiron të ketë atë relaksin e shpirtit, atë qetësinë që të ofron piktura, apo atë relaksin që ta ketë, domethënë, pas një dite shumë të lodhshme, që zakonisht piktura ofron apo ngjyrat, mund të bën pjesë e Lulu Art Studios? Patjetër, Artemisa, në këtë studio nuk do të thotë që unë e kam hapur normal, fillimisht për vetveten, që të kem një hapësirë ku të pikturoj. Pastaj hapi i dytë është që edhe pse jo edhe fëmijët kërçovar të kenë një ide të hapur, mirë po nuk do të thotë që dikush me të vërtet ka dëshirë, ka shpreh dëshirë të kalojë një pasdite apo një vikend duke pikturuar, duke hedhur ngjyra, duke shpalosur atë emocionin që ndoshta e kam të stërngarkuar brenda javës. Dera Lulu Art Studios është e hapur, mjafton që vetëm të më shkruajnë dhe të caktojnë termimin e tyre dhe unë jam aty për çdo kënd. Përmendej që moshën më të re, nëse nuk po gabohem, është mosha 4 vjeçare apo jo. Kemi pasur ndoshta ndonjë ekspozitë apo piktura, prezantim me këtë moshë apo mendojmë të kemi ndonjë prezantim apo ekspozitë me moshat më të reja apo më të vogla të studios? Artemisa, unë gjithmonë i kam në grup, të gjithë në grup një kosisht, sepse nuk është një numër i madh i këtyre fëmijëve të vegjël që e përmbushin një ekspozit. Më falë, dhe unë mendoj që deri tash e kam parë të arsyeshme që këto fëmijë i inkuadrojnë në një grup pak më të grupës më të madhe. Do të thuash pse, sepse ato motivohen çdo herë që shohin punime pak më të vështira, edhe gjithmonë më pyesin, Lulu, unë një ditë do të mund të arrij këtë që e ka bërë kjo? Dhe gjithmonë me shpresën apo po, nëse ju punoni dhe dëshironi, nesër ti mund të jesh në nivelin e tij apo saj. Kështu që deri tash nuk kam pasur hapësirë apo mundësi që të mbaj vetëm me moshën 4-5 vjet, sepse është një numër shumë i vogël i fëmijëve, diku 3-4 fëmijë që mund të jenë në këtë moshë. Veç se po thuaj që motivon nga njëri tjetri, inspiron, përveç se e gjejnë këtë kënaqësinë me pikturën, besoj që me qenë se janë aty një grup i përbashkët, sadopak janë krijuar edhe shoqëri deri më tani, apo jo është një vend ku krijon shoqëri, krijon partneritete, kalojnë besoj së bukur gjithë së bashku, gjitha moshat, gjejnë atë rahatinë dhe shoqërinë tek njëri tjetri. Unë përveç që këtë që e ceke edhe ju, përveç që moshës që ato shoqërohen me grup mosha të ndryshme, krijojnë një atmosferë të mirë këtu në studio, ka njerë edhe rëmujtën të madhe. Unë kam kënaqësinë dhe të them edhe këtë se në këtë studio, përveç se ato që bashkohen shqiptar mes veti, në këtë studio bashkohemi edhe shqiptarë dhe Maqedonas. Në këtë studio, përveç se flitet gjuha shqiptare dhe maqedonese, në këtë studio fliten fëmijët flasin edhe gjuhën angleze ndërmjet veti, sepse komunikimin mes palës shqiptare dhe maqedone për fakt të keq është vetëm anglishtja, sepse asnjëri nga palët nuk e din gjuhën e njëri tjetrit. Dhe jam e kënaqur tepër sepse ka një bashkëpunim tepër të mirë, shoqërohen, argëtohen dhe punojnë bashkërisht. Lulzima, apo të thras dhe unë, Lulu, si thrasin dhe nxënësit e tu, përveç pikturës, nuk e di, i mëson apo ke menduar ndoshta të inkorporosh edhe, le themi, artet të tjera, apo dek të tjera qoftë dizajni grafik, apo sepse ti je një artiste vizuele, dhe më thonë je shumë multidimensionale, jo vetëm piktore, i bën këto, apo ke menduar ndoshta ti kesh në plan program për nxënësit e tu? Artemisa, në këtë studio, do më thonë, fillimisht mësohet nga vija kryesore, nga hapat e para që është vizatimi. Pastaj duke kaluar te piktura, duke kaluar edhe te skulptura, te ceramika, edhe në grafik. Do më thonë, unë mundohem të gjithë fushat t'i prek
fëmijët t'i prekin, t'i din, dhe nesër të mos kenë hamendësime çfarë është kjo, çfarë është ai drejtim ose ky drejtim. Unë mundohem me një program të vogël, të shkurtër, që t'i përmbyll të gjitha drejtimet e artit dhe ata të dinë se çfarë punohet. Domethënë, njëjtë si diku mua që më ka mësuar profesorët e mi në fakultet, unë mundohem diturinë time t'va jap këtyre fëmijëve. I prekim të gjitha fushat, nga pak, mirë po pjesa më e madhe ja kushtoj pikturës. Çfarë na pret gjatë vitit, domethënë çfarë na pret tutje, çfarë e pret tutje Lulu Art Studion? Çfarë do them, Artemisa? Unë mendoj që do të ketë ende të interesuar të vazhdojnë kursin nga shtatori. Dhe po ashtu mund të cek se në këtë ambient, me këtë frym, jemi duke organizuar për herë të parë në Përqofë një koloni artistike që do të jetë në vazhdimin e javës, në fshatin Qafë, që do të mbahet që nga data 14 deri në datën 19, duke pasur musafir nga vende të ndryshme, nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Po i afrohemi fundit të bisedës, fatkeqësisht, por gjithsesi mbi karrierën tënde si artiste, e cila është shumë e gjatë dhe me një bagazh shumë të madh, po ashtu për koloninë të cilën sapo përmende, uroj që të kemë edhe një herë tjetër po ashtu mysafire, pse jo, sepse kemi shumë tema për të diskutuar. Por gjithsesi ekspozita Ngjyra të ëndrave na u mbajt në Kërçove. Mendojmë ndonjëherë ndoshta të prezantojmë edhe në qytete të tjera, dhe po ashtu besoj që interesimi nuk mungoi, të paktën prindërit edhe gjithë ata që ndjekin punën e Lulu Art Studio ishin shumë të kënaqur dhe ishin aty prezent për të qenë pjesë e ekspozitës. Shpresoj, Artemisa, që të kemi një bashkëpunim edhe me qytetet e tjera, të na ofrohet, të na hapet ndonjë dyer, qoftë në galeri apo në një pallat kulture që ne mund të mbartim këtë ekspozitë që ishte i financuar edhe nga Ministria e Kulturës. Unë shpresoj dhe mendoj se jo nesër edhe dikun më larg, jo vetëm në Maqedoni, por edhe dikun jashtë Kërçovës ose komplet nga jashtë Maqedonisë. Unë falenderoj shumë Lulzime që ishe sot me ne, vërtet shumë bisede këndshme, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë dhe artin, gjithmonë biseda është shumë e vlefshme dhe me shumë rëndësi këto tema. Falenderoj edhe një herë dhe uroj që ritakohemi sërish, si se ceka dhe më herët, për karrierën tënde të bujshme, po gjithashtu edhe për koloninë që do na mbahet, për të cilën patjetër që do informohemi dhe do përcjellim me shumë ëndjet. Falenderoj edhe një herë dhe uroj ritakohemi sërish dhe shumë suksese tutje. Faleminderit ty, Artemisa, faleminderit televizionit juaj, faleminderit për mbështetjen dhe mi u takofshim sërish. E tash të dashur, me këto lajme kaq bukura, me këto tema kaq bukura, ne po përfundojmë edhe për sot, duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të premten në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.